Lidhja e sindikatave të Republikës së Maqedonisë së Veriut vlerëson se funksionerët në zgjedhjet lokale nuk do të kenë përkrahjen e qytetarëve për shkak të mospërpjekjeve të tyre për rritje të pagave dhe përmirësim të standardit të jetesës. Nënkryetari i LSM-s Ivan Peshevski tha se në RMV ka 511.000 punëtor, prej të cilëve 38.000 punëtor marrin pagë minimale. 138.000 marrin pagë mes minimales dhe mesatares, apo 73% e punëtorëve marrin pagë deri në mesataren. Ndërka që ai tha se për të kaluar muaji një familje 4 antarëshe ju duhen afro 3 paga minimale dhe se qeveria akoma kërkon produktivitet, ndërka që pagat e tilla mizore rëndojnë për çdo ditë jetën dhe xhepat e qytetarëve. LSM nga muaji mars, kur është rritur paga minimale në bazë të harmonizimit të pagave, nuk ka mbajtur asnjë seancë me Këshillin Ekonomik e Social, as nuk është pranuar kërkesa jon për rritje të pagës minimale dhe pagave të tjera. Gjithçka që kemi dëgjuar me muaj të tërë është se ne nuk kemi kërkesa të duhura, sepse punëtorët tanë nuk janë produktiv. Si mund këta punëtorë të jenë produktiv në vendet e tjera europiane, ku marrin 5 herë pagë më të lartë se te ne, e te ne të mos jenë produktiv në vendet e tyre. Me pagat të tilla, si pagat në RMV, nuk mund të kërkosh produktivitet. Duke folur për arsyetimet e qeverisë nuk mund të merren vendime të shpejta lidhur me rritjen e pagës minimale, Peshevski tha se vendime të shpejta mund të jenë shpenzimet për kampanjat zgjedhore, e jo rritja e pagës minimale e cila është më e ulta në rajon. Nëse vendim i shpejt të llogaritet rritja e pagave, e jo zgjedhjet dhe shëtitjet në përqytete duke i shpenzuar paratë e popullit për t'i bindur se do të kenë një jetë më të mirë. Ne si LSM nuk i përkrahim deklaratat e tilla të politikanëve. Besoni që punëtorët dita ditës janë duke u shpërngulur nga vendi dhe do të vijë koha kur do të doni t'i paguani punëtorët më shumë, por nuk do t'i keni më këtu. Jeta tek ne është bërë shumë e varfër dhe e vështirë. Peshevski tha se arsyetimet e qeverisë se rritja e pagës minimale do të shkaktonte mbylljen e shumë kompanive janë gënjeshtra, sepse siç thot ai, disa hulumtime të publikuara në rrjetet sociale nga LSM e dëshmojnë të kundërtën, ku siç potencoi, ndër vite rritja e pagës minimale ka hapur më shumë kompani të reja. Peshevski theksoi se nëse edhe pas zgjedhjeve qeveria nuk do të ndërmerr hapa për rritje të pagës minimale dhe pagave të tjera, LSM do të protestojë fuqishëm.